Nga Amerika. Shumë mirë, vendi shkëlqyshëm, me shumë sport, aktivitete, shumë gjëra, edhe rini. Po, shumë. Edhe kam shumë shok këtu, që është vend shumë i bukur. Jo, ka shumë vende me muzikë, ka vende me sport, ka një vend tenisi aty mrapa. Shumë gjëra, domethënë, unë kam një javë këtu edhe kam kalu shumë mirë. Nga Tirana. Mirë, shumë mirë. Kohë është më e freskët. Në Tiranë është pak më nxehtë dhe ka shumë lagështirë, kështu që këtu është vend shumë i mirë për të kaluar pushimet. Po, ka të rinj dhe ka shumë familje me fëmijë. Ka shumë vende ku mund të luash volleyboll ose futboll ose. Ata herë që vim Pogradec, nga Lusha. Besoj që është një qytet shumë i bukur, ka sidomos tani në verë ka shumë lëvizje. Këtë vit paktën po shikoj shumë, pak sepse po kanë disa vjet që nuk kam ardhur, nuk kam ardhur në verë, po këtë vit po shikoj shumë të rinj. Kthe pa kamerën nga liçeni, të lutem. Shikoni se çka ka. Vetëm aktivitete fizike, aktivitete kulturore, të rinj që vinë Pogradec, luajnë, argëtohen dhe ne i ofrojmë të gjitha. Pogradec i ofrojmë gjithçka. U bë disa kohë që e themi dhe e rithemi këtë pjesë. Pra çdo vit vim në rritje. Dhe do vazhdojmë të rritemi. Chupa, e pi me kupa, e lë dhe kokën për ty. Eja se më ro, tu e sa më ko, flakoru